Falënderimet qofshin për Allahun, salavatet dhe selamet më të përzemërt të qofshin mbi vulën e profetit Muhammed Mustafa alayhi salam, familjen e tij, shokët e tij dhe mbarët ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit. Ku lutim madhruarin Allah të na bëjë prej tyre. Sonte me shpresën e Allahu xhel xelalu do të ndalemi me jetën e një tjetër kolosi nga 10 përgëzuarit në xhennet, konkretisht i 7-ti, Abdurrahman Al-Aufi, sahabiu i nderuar. Abdurrahmani radhiyallahu anhu lindi në Mekë. Ka një diferencë midis tij dhe profetit alayhi salatu wasalam prej 10 vitesh. Kuptohet që historia e asaj kohe nuk shkruhej me vite. Ka nisur në kohën e Umerit radhiyallahu anhu, një ndër veprat të cilat e ka bërë Umeri radhiyallahu anhu është edhe kalendari i Hijrit, por njihej me ndodhi. Dhe Abdurrahman ibn Aufi rahimahullah lindi në këtë pjesë të historisë që quhej ndryshe, njihej si ndodhia e elefantit para ose pas elefantit. Dhe Abdurrahman ibn Aufi ka lindur 10 vite pas ndodhisë së elefantit, ose është 10 vite më i vogël nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman ibn Aufi është një ndër 8 parët që ka pranuar Islamin. Është një ndër 8 personat e parë, njerëzit e parë të cilët ka pranuar Islamin. Konkretisht ka pranuar Islamin kur ka qenë në moshën 30 vjeçare. I vetëdijshëm, domethënë plotësisht për çdo hap të cilin e ka ndërmarrë. Allahu ta shpëlbeft. Dhe Abdurrahman ibn Aufi, krahas faktit që vjen nga fisi Kurejsh, domethënë është edhe personalitet në Mekë, pasi vjen nga një pozitë shumë e lartë. Ai vjen nga fisi i dajave të pejgamberit alayhi salatu wasalam, ose Beni Zuhra. Profeti alayhi salam dajat pra i kanë Mekë. Ama e tij Amina binti Wahab është nga fisi Beni Zuhra, Kurejshit janë ato, domethënë një ndër 14 degët e fisit Kurejsh. Dhe nga 10 përgëzumit me xhennet janë 2 persona të cilët konsiderohen ndryshe dajallarët e profetit, në atë që ne jemi njoft edhe ta përdorim, kanë përdorur dhe arabët, që janë dajallarët e mirë, Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu dhe Abdurrahman ibn Auf. Kemi thënë që 10 të përgëzuarit me xhennet janë që gjithë prej Kurejshitëve, ata të cilët i ka dëshmuar profeti alayhi salatu wasalam në një hadith të tij të veçantë, sepse ata të cilët janë përgëzuar me xhennet janë më shumë se sa kaq. Vetëm tek femrat janë mbi 20. Ndërsa ke meshkujt normalisht janë më shumë, ka prej tyre për të cilët dëshmon Allahu xhalla xhelalu, siç janë të Hudejbijes. Laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara, Zoti është i kënaqur, domethënë janë prej xhenetlive, mbi besimtarët të cilët një prej tyre është dhe Abdurrahmani radiyallahu anhu, që i ka dhënë besën pejgamberit në pemën e Hudejbijes. Në pemën e Hudejbijes, një prej tyre është dhe Abdurrahmani, kanë qenë mbi 1400 vetë. Të gjithë këto domethënë dëshmi prej Zotit që janë prej xhenetlive, ose dëshmi tjetër nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, këto janë dëshmit në shumicë kur i thon. Pastaj ka domethënë edhe me emra. Kur po flasim në shumicë, banorët e Bedrit, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, le të veprojnë ç'duan, se nuk u bën më, domethënë nuk ndryshon asgjë tek ata. Pra janë të falur banorët e Bedrit. Banorët e Bedrit kanë qenë nga 314 deri në 319 vetë, ata të cilët kanë marrë pjesë me pejgamberin alayhis salam në Bedr. Abdurrahman ibn Aufi radhiyallahu anhu, pra thash, vjen nga fisi i dajallarëve të profetit, sepse vjen nga fisi Beni Zuhra, dhe në moshën 30 vjeçare, ky është një ndër të 5 përgëzuarit me xhennet të cilët janë bërë musliman në duart e Abu Bekrit. Ndaj dhe kanë thënë, domethënë që ç'ne Abu Bekri radhiyallahu anhu qëndron më lart se shumë prej sahabëve të tjerë, qofshin si Uthmani radhiyallahu anhu apo Abdurrahman ibn Aufi, ndërkohë që në sasi këta kanë dhënë më shumë nga Abu Bekri. Kanë dhënë sepse këta me gjithë çka kanë punuar janë një nga të mirët e shumta të Abu Bekrit, sepse dhe Uthmani domethënë është bërë musliman në durr të Abu Bekrit, po ashtu dhe Abdurrahmani radhiyallahu anhu është bërë musliman në duart e Abu Bekrit.
jetojnë në Mekë dhe ka emigruar fillimisht drejt Abisinis, që quhet emigrimi i parë, që është një vlerë e shtuar për të, vlerë mbi vlerë, dhe emigrimin e dytë drejt Medinës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman ibn Auf ka pas një vend shumë të veçantë në mesin e sahabëve. Ai sa përcillet për të se Abdurrahman ibn Aufi jepte fetva, pra përgjigje i fetarisht në kohën e pejgamberit alayhis salam, në kohën e Abu Bekrit, në kohën e Umerit, po ashtu edhe në kohën e Uthmanit, kohën në cilën ai ka ndruar jetë. Pra në kohën e pejgamberit alayhis salam, ata të cilët përgjigjeshin ishin shumë pak, ç'është e vërteta. Por edhe në kohët e këtyre të tjerëve janë shumë pak. Totali i sahabëve të cilët janë konsideruar njerëz të cilët kanë dhënë fetva, pra janë përgjigj fetarisht, se sot i gjemi i xhami ndoshta më shumë se që kanë qenë sahabët që kanë dhënë fetva. Totali i tyre ka qenë vetëm 14 vetë. Dhe një shtatë që prej tyre është e theksuar, një shtatë që prej tyre. Pra një prej tyre është edhe Abdurrahman ibn Aufi rahimahullah. Abdurrahman ibn Aufi është personi i dytë pas Abu Bekrit radhiyallahu anhu, i cili ka prit pejgamberin alayhis salam namaz. Ka shkuar i dërguar i Zotit alayhis salam për të kryer nevojat e tij në namazin e sabahut, kjo, duke qenë domethënë se nuk kishte tualete, ishte gjithçka do të largohesh, ishte në natyrë. Thotë u vënu shumë pejgamberi alayhis salam ai sa kishin frikë për namazin. Ndaj thridhën i kametin, sepse u vënu shumë. Pra fillimisht kanë le të falim namazin, pastaj thridhën i kametin dhe kë futën Abdurrahman ibn Aufin. Kjo për tregu domethënë se çfarë peshë kishte ai ke sahabët e pejgamberit alayhis salam. Normalisht që profeti alayhis salam kishte një dashuri të madhe për gjithë shokët e tij, patjetër, po për Abdurrahmanin veçanërisht. Po flasim për personazhin tonë në sonte. Dhe priu në namazin e sabahut, kur jep selam pa që pas tij ishte edhe pejgamberi alayhis salam me një grup të tjerë sahabësh, të cilët po falnin pjesën e tjetër të mbetur, pra i kish kaluar një rekat nga namazi i sabahut dhe po falnin pjesën e dytë, domethënë. Kështu që Abdurrahmani radhiyallahu anhu është personi i dytë i cili ka prit pejgamberin alayhis salam namaz. I pari është Abu Bekri dhe i dyti është Abdurrahman ibn Aufi, pra janë vlerë të cilat i shtohen. Kur emigroi në drejtim të Medinës, Abdurrahman ibn Aufi megjithëse ishte tregtar i Zotit, të gjithë pasurinë e tij e kishte lënë në Mekë. Kështu që kur shkoi në Medinë, shkoi me duart në xhepa. Si shumë prej sahabëve të pejgamberit alayhis salam fillimisht u pritën nga sahabiu i nderuar Kulthum ibn Dathim. Ka pritur mbi 100 sahabë të pejgamberit alayhis salam ky njeri. Kulthumi. Dhe Abdurrahmani do të ishte hisja e saj që ne kemi përmendur dhe në jetën e pejgamberit alayhis salam në një ndër gjërat kemi thënë të cilat ka vepruar i dërguar i Zotit për stabilizuar jetën në Medinë ishte dhe vllazërimi midis vendasve, medinasve dhe të ardhurve ose muhaxhirëve që vinin nga treva të ndryshme. Dhe i bën Abdurrahman ibn Aufit që të vllazërohet me Saad ibn Rabi'a. Saad ibn Rabi'a ishte një ndër njerëzit më të pasur që kishte Medinja. Një ndër njerëzit më të pasur. Dhe Saad ibn Rabi'a, ato që ka thënë Saad ibn Rabi'a, ç'është vërtetë nuk e gjen kërkund historinë e Islamit. Gjen shembuj bujarie boll. Mirë, po bujaria e nderuarit e mi, domethënë ka një fisnik ri në brendësinë e saj, e cila bazohet tek ndjenja. Saad ibn Rabi'a i thot Abdurrahmanit o Abdurrahman, po domethënë është ajo shprehje të cilët e përcjellin domethënë arabët, in akramta al-karima malakta wa in akramta al-laima tamarrada. Në nderofsh fisnikun e ke sundu. Në nderofsh pabezin, të ligun, ka për të kthy kundra. Domethënë ti përpiqesh domethënë me respektu, kurse ai mund të marrë për dobësi dhe të kthehet kundra. Dhe Abdurrahman ibn Auf pas vllazërimit i thot Saad ibn Rabi'a, thot pasunia ime ndysh, siç e kam. Dhe thash që ishte një ndër njerëzit më të pasur që kishte Medinja. Thot jo vetëm kaq, por i kam 2 gra, 2 bashkëshorte, e ndaj njërin prej tyre domethënë, dhe kur të kaloj periudha mund të martohesh me të. Kjo pjesa ai nuk e ka më në dorë.
po është përcjell domethënë për tregu se çfarë gatishmërie kishte ai, se ai s'kishte nevojë për të nda gruan se të martohej ky. Mjafto të jepte pasuri edhe ai martonte vetë ashtu siç u martu. Mirë, po për tregu se çfarë gatishmërie domethënë ka në çfarë konsiderate ka për këtë vllazëri, e veproi thot një gjë të tillë. Çfarë i thot Abdulrahman ibn Aufi? Shikoj që ndolim shtej. Si ishte ashtu ai. Allahu dhash bereqet të ty në mollë, në pasuni, në familje, kudo. Mu vetëm trego, a keni treg ju këtu, po ku është tregu? Ishte tregtar zotnia. Ishte tregtar. Ku është tregu? Dhe shkoi thot në treg dhe në pak ditë ndryshon jetesën e tij, risku vjen prej Allahut. Risku vëllezër e mi vjen prej Allahut. Mos e kërko riskun e Allahut në haram. Se ta ka caktuar Zoti. Vallahi risku të gjermon ty dhe ti mendon se je duke kërkuar riskun. Ti je në kërkim të riskut, po të gjermon risku ty. Mos ia ndro rrugën e Allahut, mos e çon haram. E kalon Allahu këtu e ke sipër kokës. Ke detyrë me ul në tokë, mos e ul me haram. Mos e ul me haram. Dhe Abdulrahman ibn Auf në vetëm pak ditë nderuarit e mi, thot arriti domethënë jo vetëm që të ndryshoi gjendjen e tij, por në një kohë shumë të shkurtër profeti alayhi salatu wasalam vren tek Abdulrahman ibn Auf një adet zakon që e kishin arabët asaj kohë që kur martoheshin, lynin mjekrën me kna. Pra knaja është material i cili anon nga e kuqerremta, domethënë. Ishte zakon kjo. Thotë dhe e shef profeti alayhi salam domethënë që ishte shenjë që është martuar. I thotë Abdulrahman, a je martuar? Po thotë i dërguari i Zotit. Thotë madha asdaqtaha, çfarë i dhej për mehr. Edhe i tregon se sa flori i kishte dhënë. Pra Abdulrahmani pak pasuri e kishte marrë me vete se si do u fuste në treg. I thot kaq, thot a nuk bëne i çi dasëm? Mos bën dasëm. Si mos bën dasëm re? Ne kemi obligime për atë që ka mundësi. Po me rregullat që ka vendosur Allahu xhallal xhelalu. Po jo se shiko se unë këtë se bëjnë, hajde pa e heqim kënin. Ti do më shpëtu shpenzimeve. Po bëjnë jetë për Allahun të marrësh sevapin për atë. I thot profeti alayhis salam, a nuk bën agostis, shtrove agosti? I thot jo i dërguari i Zotit, thot ullim wala bishat. Shtrogosti qoftë duke therë edhe i dash. Shtrogosti qoftë edhe duke therë i dash. Pra jo kanë filluar të shohësh turqit, kanë filluar të infektuar dhe arabët. Dasme me akullore. Po çfarë kalamoj? Me organja akullore aty, se të qerasash. Po veçi atë që duhet me vu. Jo akullore në havedej. Veçi këtë domethënë që kudo që e vendos, jo mulson gjonët, në rregullohet ai më. Ne kemi në traditën tonë vëllezër. Për është tradita jonë, kjo tradita e fesë po themi, po edhe tradita e vendit tonë, patjetër. Por vetëm se ne i te kalojmë në ca kufi, është çështje tjetër kjo. Pra Abdulrahman ibn Aufi në një kohë shumë të shkurtër tregoi edhe një herë tjetër se kush mundet të jetë njeriu, çfarë mund të bëjë njeriu kur i mbështetet Allahu xhallal xhelalu. Kanë nisë të numërojnë Abdulrahman ibn Aufi në jetën e pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe kanë pa që Abdulrahman ibn Aufi në një thirrje tubim të pejgamberit alayhis salam ka dhënë 4000 dinar. Pra 4000 në plona florini thon ndryshe. Dinari është nga 4 në 5 gram. Një dinar floriri e saj kohë. Po sikur të marrim edhe më të voglin që kanë qenë me 2.8 gram, rreth 3 gram, 4000 të tillë thot. Ka dhënë Abdulrahman ibn Aufi. Nisën hipokritët duke thënë shif sa ka qef mu duk ky. Pse mendoni vallë se unë alu? Po njerëzit atë punë kanë rënë. 400 vet. Pra a e keni ju se du mu duk po. Mirë, pra do të dukëm tamam. 400 vet thot edhe ato të ngarkuan me ushqime. 100 kuaj. Transmetimi thot nga 100 deri në 500. Imagjinoni ç'pasuri dha Allahu xhallal xhelalu këtij njeriu. Dhe e gjitha thot
thonë historianët e gjitha vetëm nëpërmjet tregtisë. Po jo më shtret. Tregti. Vallahi o vëllezër, Allahu jep bereqet ke halali. Jep bereqet. Kërkoje. Mos i te i kalo kufit. Abdurrahman ibn Auf, rahimahullah, pra ishte njëri i ditur, ishte njëri i pasur, ishte njëri i cili prezantohej me pejgamberin alayhis salatu wassalam në të gjitha luftrat dhe betejat. Nuk ka munguar në asnjë luftë dhe në asnjë betejë. Ai sa përcillet për këtë zotnit në Rum, se në betejën e Uhudit ka marrë 20 plag. Dhe nisën domethënë duke i thënë dhe Abdurrahman Çalamani disa ose Topalli, thotë sepse për efekt, për shkak të plagëve që mori në betejën e Uhudit, gjatë gjithë jetës vet mbeti domethënë i çal. Mbeti domethënë duke çalu. Abdurrahman ibn Auf rahimahullah ka treguar një fisnikëri maksimale, do të thoja unë, në rastin kur Umar ibn Khattab radiallahu anhu ka ndru jetë. Umar ibn Khattab propozoi vetëm 6 emra. Dhe një ndër këto 6 emra duhet ishte Abdurrahman ibn Auf. Dhe thotë, i pari duhet dalin nga këto 6 emra. Abdurrahman ibn Auf është ai i cili edhe zëvendësoi Umerin radiallahu anhu në namazin e sabahut ditën kur Umerin e vran ose i bën atentatin, dhe është ai i cili ka marrë vasijetin e Umerit dhe ka drejtuar mbledhjen. Mirë, kur ka drejtuar mbledhjen, shikoni domethënë zotnin që të erdhin mbështet më dha. Umeri thot 1 nga këto 6. Jo 1 7, 1 nga këto 6 do të zgjidhni ju. Pasi i mbledh Abdurrahman ibn Aufi, thot a jeni dakord që ta drejtoj mbledhjen unë? Po, thonë të gjithë jemi dakord. Thot atëherë unë drejtoj për kam një kusht. Po ma pranu të kushtin e drejtoj në të kundërt jo. I thënë ato, ta kemi pranu, sepse e njihnin se kush është Abdurrahman ibn Aufi. Unë jam i përjashtuar nga lista. Unë duhet jemi përjashtuar nga lista, nuk duhet marr pjesë në këtë 6. Normalisht ja kishim dhënë fjalën përpara dhe ndalun domethënë e përjashtuan Abdurrahmanin nga lista. Dhe është ky vendimtari i cili ka zgjedhur midis Uthmanit radiallahu anhu dhe Aliut. I ka marrë të dy veç e veç, nuk du të zjata më tepër në këtë, sepse e kam seruar të kjeta Uthmanit radiallahu anhu, dhe se ka dhënë besën Uthmanit dhe i ka qëndru në krah Uthmanit radiallahu anhu, sikurse Umerit, sikurse Ebu Bekrit, duke i ardhur ndihmë dhe duke i ndihmuar. Abdurrahman ibn Aufi vinte nga ky planet që jemi dhe ne. A kanë pas sahabët probleme një, po edhe sahabët nuk kanë pas, se njerëz kanë qenë. Ka ndërhyr pejgamberi alayhis salam në një rast ku Khalid ibn Walid e ngacmon domethënë Abdurrahmanin. Harrova të përmend një diçka shumë kryesore. Abdurrahmani nuk e ka pas emrin Abdurrahman, e ka pas Abdu Amr. Domethënë robi i Amrit, dhe pejgamberi alayhis salam ja ka ndruar emrin dhe ja ka bëu Abdurrahman. Dhe ka ndodhur në shumë raste ku i dërgumi i Zotit i ndron emrat. Jo i ndron emrat se nuk i shqipton dot, po i ndron emrat se kanë domethënie të keqe. Ndaj dhe profeti alayhis salam ka thënë khairul asma'i ma humida wa ubbid. Emri më i mirë është ai i cili ka në vetvete, mbart në vetvete domethënien e falënderimit dhe adhurimit. Falënderimit dhe adhurimit. Dhe thotë emrat më të mirë dhe më të dashur tek Allahu janë Abdullah dhe Abdurrahman. Robi i Allahut dhe robi i mëshiruesit, sepse tregon për mëshirën. Dhe robi merr nga emri i tij dhe kështu Abdurrahmani radiallahu anhu ashtu jetoi në jetën e tij. Në një përplasje që kishte me Khalid ibn Walid ka ndërhyrë vetë pejgamberi alayhis salam. Dhe i ka thënë meh ya Khalid, mos o Khalid, pra mos më ngacmo Abdurrahmanin. Mos më ngacmo Abdurrahmanin. Dhe kur të tjerët kanë folë pastaj për Khalidin, çfarë ka thënë pejgamberi alayhis salam? Mos flisni për shokët e mi. Se një grush që e kanë dhënë në rrugë të Allahut nuk barazohet me tjerë të cilët kanë dhënë një mal.
Ata një grush, ti një mal nuk barazohesh dot. S'flisni për shokët e mi. Një rast tjetër, Abdurrahman ibn Auf kishte përplasje ose ndoshta edhe nuk shkonte me Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu. Me të smur Talha, Abdurrahmani me vrap duke e vizitu. I thot Talha, thot vallahi ti je më i mirë se unë. Thot sikur mos ta kishe thonë këtë. Sikur mos e kishe thonë. Vallahi thot je, se po të ishe smur ti nuk do të kishe ardhur. Por ti thot je i mëshirshëm, je tolerant. Kështu që ti je më i mirë, thot e mori dhe e përqafoi. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu krahas faktit që e përjashtoi veten e tij nga pushteti, por nuk e përjashtoi veten e tij nga përgjegjësia. Ndaj profeti alayhi salatu wasalam në një hadith të tij pati thënë që më i miri ndër ju është ai i cili është më i miri me familjen time. Dhe Abdurrahman ibn Auf është njeriu i cili është përkujdes materialisht për bashkëshortet e pejgamberit pas vdekjes së Resulullahut sallallahu alaihi wasallam. Ai sa tregohet thot shita një ose tregojnë për të, thot shiti një tokë me një vlerë prej 40.000 dinarësh, nderumit e mirë, nuk i përkthej këto vlera se duhet i përshtasesh për kohën që ne jetojmë. E vërtetë që ne themi 40.000 na plona floriri, por ndoshta në kohën që ne jetojmë edhe aq nuk është se është në një gjë e madhe. Ndërsa për kohën e atëhershme ishin njerëz zakonisht shumë. Thot dhe u shpërndava atë grave të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe vit për vit thot, vit për vit kjo. Pra ky është një rast. Vit për vit Abdurrahman ibn Auf u çon nga 1.000 deri në 10.000 dinar. Dhe do të thonë çu donin gravet të pejgamberit aq shumë parë për shembull. O vëllezër e mi, nuk ju donin për qefet e vetë, ato kanë jetuar një jetesë shumë modeste. Historia ka vërtetuar që kanë jetuar në mënyrë shumë askete. Po shkonin njerëzit më, kërkonin njerëzit tek ta. Ke parasysh se sa më shumë publik ti jesh aq më shumë do të vinë të tjerë domethënë për ta qaj hallë i diçka aty. Çfarë tu jepni ato? Nuk kishin trashëguar nga pejgamberi asgjë. Ndaj Abdurrahman ibn Auf domethënë duke e ditë një diçka të tillë e bënte vazhdimisht. Abdurrahman ibn Auf nderonte njerëz pafund. Ai sa një ditë të bukur thot kush ka ngel nga pjesëmarrësit në luftën e Bedrit dhe i numëruan do të ishin 100 vet. Ndërto dhe Uthman ibn Affani. Uthman ibn Affani për shkak se bashkëshortja e tij, pra vajza e pejgamberit alayhi salatu wasalam ishte e smur dhe vdiq, nuk ka marrë pjesë në luftën e Bedrit, por profeti alayhi salam e ka justifikuar dhe e ka konsideruar që Uthman ibn Affani pra i ka dhënë pjesë në Bedër dhe e ka thujë që është nga pjesëmarrësit në Bedër, pra sepse e ka ndaluar, e ka penguar një arsye shumë e fortë. Dhe ka pyet thot Abdurrahmani që kush ka mbet dhe i ka thënë që janë 100 veta, ndërto dhe Uthman ibn Affan dhe i ka dhënë të gjithë se i cilit për ty nga 400 dinar dhe një prej atyre të cilët i ka marrë ka qenë dhe vetë Uthman ibn Affani. A kishte nevojë Uthman ibn Affani për një diçka të tillë? Absolutisht jo. Nuk kishte nevojë. Mirë po, në rastin konkret është të dhënë dhuratë dhe dhuratën e pranon dhe i pasuri. Sadakaja është për atë i cili e meriton, ndërsa dhurata është i pasur, i papasur është një lloj. Ama me sadakan mos bëj lojëra. Mos bëj lojëra se vallahi Zoti të fliq. Zoti ta ka kërkuar sadakan. Por në të njëjtën kohë mos e shtri dorën kur s'ke nevojë. Se pejgamberi alayhi salam ka thënë, kush e hap derën në të lypmes, i hap Allahu derën në varfënisë. Kush e hap derën në të lypmes kërkesës, Allahu i hap atij derën në varfënisë, nuk e myll më atë derë. Kështu që mos kërko pa nevojë, Allah. Të ka mundsuar Allahu domethënë në kërku riskun vetë, shko kërkon riskun vetë. Mos u bëj parazit. Më shiqyr se më doli një shtengën në nuk është me shiqyr, me shty ditët tona këtu. Në duam të jetojmë me dinjitet, të jetojmë me krenari, të jetojmë me besim, me gjithçka. Dhe Abdurrahman ibn Auf ishte i tillë njeri i cili nuk ta humbte dinjitetin.
thotë shiti një tokë e cili ja shiti Uthman ibn Affanit 40.000 dinar, që ishte në kuadër të saj, domethënë që dhurata dhe sadakaja. Thotë dhe pyetja tha, kush nga farefisi im ka borxhe? Marë, kush ka borxhe, duke I shlyr borxhet. Kush ka halle? Kush ka, thotë, është nevojë, thotë, mos I marroj me farefisin se duhet me ne I heke farefisi. Ka subhanallahu njerëz që shefat e të largë, jo se është keq, e kuptoj, jo se është keq. Po shihni edhe të afërmit e tu, jo të afërmit e vetë I paragjykon. Shikoj, ky kështu, ky ashtu. Po pse atë tjetrin e analizove ti se ky kështu e ky ashtu? Edhe atë tjetrin ti nuk e analizon, po nuk ka urdhëruar Allahu ty me bë analizën e tjerëve. Nëse del në shteg me e bë një lloj analize, në rregull. Në të kundërt ty nuk ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala domethënë me bë llogarinë e tjerëve, don me I dhon jepi, s'don me I dhon mos I jep Allah. S'ka nevojë domethënë me I dhon gojës shumë më shumë. Abdulrahman ibn Auf ishte një ndër ata njerëz që nuk I jepte gojës, por I jepte veprës. Një ditë prej ditësh në Medinë, thotë u dëgjonte zhurmë, bum, bum, si me qenë durat tërmet, domethënë. Dhe pyet Aisha radhiyallahu anha se çfarë po ndodh. I thon karvani I Abdulrahman ibn Aufit 700 deve. Rresht të ngarkume, pra hesnin në të njëjtën kohë. Të rëndiznin tokën me vërtetë. Se kishin ngarku tokën hala me gratë-çela, me betona, me gjona, se të shtimin me kalum në tanë që varg nuk e ni. Po flas për atë kohë. Thot subhanallahu, thot Aisha, thot unë kam dëgjuar pejgamberin alayhis salam që thot hynë I Abdulrahmani, domethënë I themin popullarësh të Tiranës në Galiç, domethënë duke ecë shu gati rreshtionës. Dhe ja thon Abdulrahmanit një diçka të tillë. Thot dhe e jep sadakat gjithin atë karvan dhe I jep një pasuri të majme, domethënë një dhuratë të majme, asaj Aishës thot sikur të kisha mundësi me hyn kom do e boja. Pavarësisht se ndodhien fjalë dhe fjala e profetit alayhis salam në aspektin akademik ose në aspektin e shkencës së hadithit ka diskutime të ndryshme për të, I rrin fjalës së bujarisë së këtij njeriu. Një konsiderat të madhe kishte për të zonja nderuar Aisha radhiyallahu anha, Aisha për cilët se I ka propozuar Abdulrahmanit që nëse vdes para Aishës, më u varros ke shokët e tij, pra ke Abu Bekri, ke Umeri dhe ke pejgamberi alayhis salam. Pra këtë ofertë Aisha radhiyallahu anha nuk e kishte bërë askujt. Por duke ditë se çfarë njeriu kishte qenë ky në jetë, mirë po thotë nuk e ka pranuar. A nuk kishte dëshirë, patjetër që kishte dëshirë, po sa gjëra mund të kemi dëshirë nuk realizohen gjitha. Duhet me I bë domethënë me logjik gjërat. Dhe vjen një çast në rumit e mi ku Abdulrahman ibn Auf, si çdo kusht tjetër, do të shkojë ke Zoti vet, dhe ne lutim Zotin që ditën kur shkojmë ke Allahu o Zot, na mundso të vim tek ti duke qenë I kënaqur prej nesh. Abdulrahman ibn Aufit në rumit e mi në vitin 32 të Hijretit, smuret Uthman ibn Affani. Dhe shkruan vasijet testament, let testament që nëse unë vdes, pushtetin pas meje pra propozoi Abdulrahman ibn Auf. Kur ja thon Abdulrahmanit një diçka të tillë, ngreti, shkon dikush me e përgëzu, me I thonë që është smun Uthmani, shiko se çka thon për ty, domethënë. Pra duke I dhënë myshde, bëhu gati për pushtet. Ngreti durët nga qielli dhe tha o Zot, për hatrin e madhnisë tande, ma merr shpirtin mu para Uthmanit. E ka vdek 6 muaj para Uthmanit. Ka vdek 6 muaj para, vetëm mos trashëgoj të pushtet, mos merrte pushtetin. U largu Abdulrahman ibn Aufi radhiyallahu anhu nga kjo botë e përkohshme, duke lënë një mal me vepra dhe duke qenë një shembull I bujarisë, I fisnikrisë, I dashurisë për Allahun dhe dërgumin e Tij. Një person që nuk I numërohen sadakat të cilat I ka bërë, nuk I numëron tjetër kush vetëm se Allahu subhanahu wa taala.
Por ditë thënë që kur ka vdek, ka lënë pasuri 1000 deve, që Uthman ibn Affani kur ka marrë pushtetin islami ka pas 1000 deve dhe konsiderohej ndër arabët më i pasuri. Një pasuri e gjallë, domethënë, 100 kuaj, 3000 kokë dele, nuk i dihet se sa tokë, domethënë, toka është Allahu xhel xelalu, thotë dhe gratë e tij kanë marrë gratë, domethënë, jo fëmijë, po gratë, nga 100.000 dinar. E sa pasuni kishte lënë, domethënë, për vakufën. Ky ishte Abdurrahman ibn Aufi, shkurtimisht, pa dash më u zgjat me qenë se e kemi thënë që për çdo herë inshallah do të ndalemi tashmë vetëm me një figurë, ai sa Allahu na japi ymër, me shpresën që të marrim mësim ke jeta e këtyre njerëzve. Sa më shumë të kesh, aq më shumë duhet t'japësh. Sa më shumë të kesh, aq më shumë duhet t'japësh. Dhe këtë tregon shembulli i Abdurrahman ibn Aufit. Sa më shumë i shtohej pasunia, aq më shumë i jeptej. Dhe kjo më kujton dietarin e shuar Auza'iun, Layth ibn Sa'd. Allahu më ka dhënë 100 ndarë mi ka çu 1000 të tilla. Ndaj dhe Abdurrahman ibn Aufit të jep të shembullin e njeriu të tillë. O Zot, ashtu siç i kënaqur me sahabët e pejgamberit tan, kënaqur o Zot me ne. Na bëj për atyre të cilët ecin rrugës dhe gjurmëve të tyre. Na bëj o Zot për vepra mirëve. Për atyre të cilët në zemrat e tyre nuk bartin zemrim, mri, haset, smir, për askën për krijesave tuaja, lutem ty e madhnueshmi Allah, na falë na mëshiro. Në pajisë moralit të lartë të Hazrat Muhamedit alayhi salatu wassalam, mos lejo të dalim prej kësaj xhamie vetëm se me gjunahet falura në tobët pranuar me lutjet para refuzuara, dhe kështu siç na mblodhe këtu në këtë natë, na mbledh o Zot në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.